Përmes një ceremoniali të veçantë, Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi, me miratimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, i ka akorduar titullin e lartë doktor honoris causa studiusit arbëresh dhe albanologu të shquar, profesor Francesco Altimari, me motivacionin për kontributin e tij të çmuar në promovimin e studimeve mbi gjuhën dhe kulturën shqiptare, si dhe për angazhimin e tij të palodhur në ruajtjen e gjuhës edhe identitetit arbëresh në Itali. Ndërsa i akordojmë titullin doktor honoris causa, ne nuk ndërojmë vetëm një karrierë të shkëlqyer akademike, por dhe një mision jetësor për mbrojtjen dhe promovimin e një trashëgimie të vyer kulturore. Duke vlerësuar këtë titull si një privilegj dhe nderim të veçantë, Altimari e vuri theksin tek domosdoshmëria e kontributit të akademikëve dhe studiuesve për ruajtjen dhe promovimin e pasurisë së gjuhës arbëreshe. S'kemi nevojë për vajtore, por për projekte madhështore që me rolet të nasjela të kontribuojnë faktikisht me plane kërkimore jashtë dilektantizmave dhe paradave të kota, të shërbejnë arbëreshve të mos humbin thezarin e tyre gjuhësor dhe kulturor me aq xhelosi ruajtur gjatë shekujve. Profesor Francesco Altimari është antar nderi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Kosovës. Me kërkimet e tij të thelluara dhe përkushtimin akademik, ka shërbyer si një urë lidhëse mes traditave shkencore shqiptare dhe atyre perëndimore, duke ndihmuar në ndërkombëtarizimin e tyre.